Presidenti francez Emmanuel Macron, personi me fuqinë për të lëshuar arsenalin bërthamor të Francës, do të përditësojë të hënën doktrinën franceze mbi përdorimin e mundshëm të kokave bërthamore të bartura në nëndetse dhe avion, nëse do të arrihet ndonjëherë deri aty. Kjo në kontekstin e shqetësimeve në Evropë se lufta ruse mund të përhapet përtej Ukrainës dhe pasigurisë rreth vendosmërisë së presidentit të SBA-s Donald Trump si aleat. Për dekada të tëra, Evropa ka jetuar në një ombrell mbrojtëse të armëve bërthamore të SBA-s, të stacionuara në kontinent që nga mesi i viteve 1950 për të penguar ish-bashkimin sovjetik dhe tani Rusin. Kohët e fundit, megjithatë, disa politikanë evropian dhe analistë të mbrojtjes po vënë në pikpyetje nëse Washingtoni ende mund të mbështetet për të përdorur një forcë të tillë nëse është e nevojshme. Si e vetmi antare e armatosur bërthamore Bashkimit Evropian me 27 vende, Franca është në qendër të vëmendjes. Rishikimet e mundshme të politikës së frenimit bërthamor të Francës, të cilat me siguri do të kalibrohen dhe shqyrtohen me kujdes nga aleatët dhe armiqtë e mundshëm po ashtu, mund të jenë ndër vendimet më të rëndësishme që Macron merr në 14 muajt e tij të mbetur si president, para zgjedhjeve për pasardhësin e tij në vitin 2027.